Mirëdita të gjithëve, ju lutem mbajini frymën dhe bëni gati një kafe të fortë ose kafe të shkurtër, ekspres, sepse ajo që do të dëgjoni sot nuk është thjesht një lajm, por është tërmeti që do të ndryshojë boshtin e fuqisë në planet. Harrojeni gjithçka keni dëgjuar deri tani për fuqitë e pathyeshme të planetit, apo për raketat që do të djegin detin, apo për sfidën kineze që do të gjujzonte Washingtonin. Sot loja po ndryshon, po ndodh ajo që askush, madje as analistët më të vjetër të CIA-t nuk guxonin ta parashikonin me kaq shpejtësi. Irani ka nisur të dorëzojë çelësat e shtëpisë, po kthen lojën, po kthen pllakën. Ashtu siç ju thash. Ngushtica e Hormuzit, ajo gryk që kontrollonte dhe e mbante pa frym botën për dekada të gjata, ajo arterie e rëndësishme ku kalon 20% e naftës globit, ka nisur të hapet. Por kujdes, nuk po hapet sepse Irani u bë keq dhe vendosi të bëhet i mirë me botën për 24 orë. Ndodhi sepse ka disa faktorë, ekonomik, gjeopolitik dhe loja e madhe e Kinës në prapaskenë. Do t'ju shpjegoj sot se si flota e errët, ajo ushtri e vjetër anijesh e Iranit, që e shpiku për të anashkaluar sanksionet, u përplas tashmë në një mur çeliku të pakalueshëm. Pentagoni kishte përgatitur për 15 vitesh në fshehtësi. Dhe njëkohësisht ministri i financave të Katarit ka dalë sot me një pamje të trishtuar dhe ka folur për errësimin e botës dhe se vendet caktuara mund të mbeteshin pa drita. Po kur e thot këtë ministri i financave të Katarit, ai nuk është as gazetar, po është një njeri shumë i informuar. Dhe kur e flet Katari, që është vendi i fundit në botë që mund të mbetet pa drita, dhe vendi më i pasur i botës, imagjinoni çfarë mund të ndodhë me pjesën tjetër të planetit. Dhe pyetja që ju ngacmoni ju të gjithëve është: çfarë lidhje ka ky tërmet në gjirin persik me çmimin e bukës dhe të ushqimeve këtu në Tiranë, me stabilitetin në Shkup apo me sigurinë në Prishtinë? Qëndroni me mua deri në fund, sepse do ta zbulojmë të gjithë skenarin e kurthit të Floridës dhe si kjo luftë po shkon në një drejtim me një marrëveshje që do të rishkruajë historinë e botës. Dëgjoni me kujdes deri në fund. Përkohësisht sigurisht sepse edhe loja atje është e madhe. Ky është fillimi i një epoke të re dhe ju po e dëgjoni këtu, fare pa dorashka, pa propagandë dhe pa agent. Shkojmë tek mëngjesi i 16 prillit. Të dashur miq, vëllezër dhe motra shqiptar, historia nuk përsëritet, por ajo bën ritme të rrezikshme. Sot jemi më 16 prill. Nëse kthehemi pas në histori, në data të tilla kemi parë shpesh rënien e perandorive të cilat mendonin se mundet të bllokonin rrugët e botës. Sot jemi në një pikë ku diplomacia po ecën mbi thika, ndërkohë që unë ju flas, korridoret e Pakistanit janë mbushur me diplomatë që flasin gjuhë të ndryshme, por që kanë një hall të përbashkët. Amerikanët nuk e kanë dërguar ende delegacionin e tyre atje. Një lëvizje arrogance amerikane apo një strategji e mirë llogaritur nga Washingtoni? Personalisht, unë besoj të dytën. Por ajo që më ndaloi sot frymën ishte konferenca e shtypit jo nga Teherani, as nga Tel Avivi, por nga Katari. Ministri i tyre i financave, një njeri që zakonisht mat çdo fjalë me peshën e arit, lëshon bombën. Do të vijë një moment shumë shpejt kur disa vende nuk do ta kuptojnë që po errësohet dhe po ngelet në errësirë vendi i tyre. Le ta zbërthejmë këtë edhe me pak ironi, pse jo. Kur e dëgjon këtë, mundja të shkon tek Irani që po bombardohet, apo Pakistani që po vuan, por jo, ai po fliste për vetë Katari. Për vendin që ka aq shumë gaz, sa mund të ngrohë gjithë Europën për një shekull. Pse ky njeri po flet për errësirë? Sepse ai di diçka që media zyrtare po e fsheh. Pasojat ekonomike të kësaj lufte katastrofike do të jenë pas vetëm 1 apo 2 muajsh.
dhe do të jenë katastrofike jo vetëm për gjirin persik dhe vendet e gjirit, por për gjithë botën. Raportet e fundit flasin për 16 miliard dollar humbje të menjëhershme. Por ne këtu në Ballkan 6 miliard duken si buxheti i 3 shteteve, por për ata është sinjali i parë i kolapsit. Nëse një ministër financas i shtetit më të pasur në planet del dhe flet me këto tone, imagjinoni çfarë po ndodh në zyrat e mbyllura të Teheranit apo çfarë mund të ndodh nesër këtu në Ballkan, ku ne jemi popujt më të grabitur të botës. Të hyjmë pak të shohim skenën e Hormuzit dhe Hormuzin tashmë të qarë. Le të hyjmë në detajin bombo të ditës, ta kuptojmë atë me inësi, pa propagandë. Irani po tregon fleksibilitet. Në gjuhën e rrugës kjo do të thotë mos na shtrydhni më shumë se nuk mbajmë dot më shumë se kaq. Burime shumë konfidenciale pranë Reutersit dhe inteligjencës pakistaneze kanë konfirmuar një ofertë që deri dje do të konsiderohet tradhti kombëtare për Iranin. Cili është propozimi që vjen nga Teherani? Kanë propozuar hapjen e ngushticës së Hormuzit, por e minuar me një hile të thellë. Ngushtica ka 3 korridore. Njërin e ka Irani, njërin e ka Omani dhe njëri është në mes. Irani deri dje thoshte këtu nuk kalon as miza pa lejen ton, tani e ka kthyer pllakën dhe thot kaloni nga ana e Omanit, nuk do t'ju prekim po kaluat ande. Dhe kjo është hapje e pjesshme. Pse? Sepse janë 700 anije që presin në rresht tani. Është një bllokim trafiku që kushton miliarda dollar në minutë. Irani çfarë po thot? Kaloni nga Omani, por nëse ka mbi ngarkesë, kaloni te korridori im qendror dhe paguani edhe taksën e kalimit. Kjo është momenti i ri, ky është momenti i ri. Një lloj gjobe për të mbijetuar. Por pse u kthye Irani? Sepse u përplas me atë që unë e quaj kurthi i Floridës. Revista Forbes sapo publikoi një analizë të Ilan Berman që zbulon skandalin. Dëgjojeni me kujdes se skandali është i rëndësishëm. Pentagoni në komandën e tij në Florida e ka studiuar mbylljen e Hormuzit prej 15 vitesh. Një general amerikan kishte thënë, nëse Irani guxon të mbyll ngushticën, ne nuk do ta hapim me forcë menjëherë. Do ta lëm t'i zer frymën vet Iranit. Dhe ashtu ndodhi. Irani varet 90% nga ajo ngushticë. Ata mbyllën derën e shtëpisë në Teheran dhe harruan që Chelsea dhe frigoriferi i shtëpisë kishin mbetur jashtë. Tani le të analizojmë me pak kujdes superfuqinë iraniane. Ju keni dëgjuar për flotën e errët, është koncepti genial i dredhisë që ka parë historia detare ndonjëherë. Irani ka rreth 60 anije të vjetra, të ndryshkura, fikin GPS-in, ndërrojnë emrat në mes të detit dhe nxjerrin naftë për të mbijetuar sanksioneve të forta të Washingtonit. Unë dikur mendoja se rusët e shpikën këtë stil për Ukrainën, por jo, shpikësit kishin qenë iranianët, që nga viti 2012 ata kanë luajtur macja me miun me sanksionet amerikane. Kur erdhi Trump në 2018 me presion maksimal, këto anije edhe kalonin, por këtë herë Washingtoni e mbylli komplet. Nuk bën më një syqor. Blokada e sotme në Hormuz është hermetike, zero shkelje. Asnjë anije nuk ka arritur të kalojë pa u diktuar nga satelitët e rinj dhe teknologjia AI që Pentagoni ka instaluar në zonë. Dhe ja ku vjen momenti dhe shifra që të dhëm. Irani eksportonte 2 milion fuqi naftë në ditë, ndërsa sot ekonomia është në pikjad. $1 kushton sot në Teheran 1.5 milion rial, inflacioni 70%. Dhe kur populli nuk ka bukë të haj, raketat nuk duhen më për gjë, sepse rrezikon të përmbytet situata nga brenda. Irani mund ta mbante këtë blokadë vetëm 2 muaj. Muaji i dytë po skadon. Prandaj po shohim këtë fleksibilitet të papritur të Iranit. Atë që nuk e bën dot si diplomat, tani po e bëjnë në një formë më të zbutur dhe më kërkuese.
të shkojmë tek dimensioni tjetër përveç atij ekonomik, tek loja e Kinës në prapaskel. Këtu vjen dhe kthesa që do t'i lërë të gjithë pa frym, veçanërisht fansat e Iranit. Të gjithë prisnin që Kina, vllai i madh i Iranit, të dërgonte armë, sisteme mbrojtëse, mbase edhe ndër luftanie. Inteligjenca amerikane, sipas mediave amerikane, kishte sinjale se anijet kineze me armëtim ishin gati. Ashtu si që a shpjeguam dje historinë e satelitit. Por pastaj ndodhi diçka. Donald Trump me stilin e tij i dërgoi një letër presidentit kinez nëpërmjet ndërmjetësit të Emirateve Arabe. Mesazhi ishte i qartë. Një plumb kinez që shkon në Teheran do të mbyllim ngushticën e Malakës mes Indonezisë dhe Malajzisë. I dërgoi Emiratet Arabe për t'i përcjellë mesazhin. Në qoftë se do të mbështesni qoftë dhe me një fishek Iranin, ja dërgoi pardje, dërguesin deleguarin e Emiratëve. Ne do të mbyllim Malakën. Çfarë është Malaka? Ngushtica për të cilën ju kam folur dje. Marrëveshja që ka bërë me liderin e Indonezisë, sekretari amerikan i luftës Pete Hegseth për mbylljen e Malakës. Rrugë e kalimit të 80% të naftës kineze në korridorin ndërmjet Indonezisë dhe atij rajoni pra ku kalon fryma e Kinës, energjia e saj kryesore. Por ju që nuk e dini, pra, ngushtica e Malakës është fyti i Kinës. Aty kalon e gjithë pasuria e tyre. Nëse Amerika me ndihmën e Indonezisë e bllokon Malakën, Kina kthehet në epokën e gurit brenda javës. Dhe çfarë bëri Pekini si një tregtar i zgjuar dhe i lashtë që është i sot Rama, i ktheu shpinën Teheranit. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Caroline Levitt theksoi se Kina e ka premtuar Amerikës asnjë mbështetje për Iranin. Madje tradhtia shkon edhe më tej. Kina po i kërkon zyrtarisht Iranit sot të hap Hormuzin. Dhe pse? Sepse industria kineze po vuan nga mungesa e naftës. Pra, Irani mbeti jetim. Kina i ofroi vetëm ndihmë teknologjike dhe satelitore spionësh, që në gjuhën diplomatike do të thotë ne do t'i japim një hartë të shohësh si po të rrahin, por nuk vim të të mbrojmë dot. Kjo ishte pra paskena tjetër e cila nuk ishte parë nga shumë njerëz. Si lidhet e gjitha kjo me Ballkanin? Të gjitha lidhen me njëra tjetrën. Si shqetësohet, si preket Tirana dhe Prishtina? Hajde të zbresim pak ke lagja jonë këtu në Ballkan. Ju mund të thoni, ore, ne kemi hallin e rrogave tona, kemi hallin e korrupsionit, ç'na duhet ne ngushtica e Hormuzit apo ngushtica e Malakës? Po ç'na duhet ne na fol pak për Shqipërinë o Kreshnik? Më dëgjoni mirë, miqtë mi. Ne jetojmë në një fshat global kur Irani bllokon Hormuzin. Çmimi i naftës në portin e Durrësit fluturon në ajër, dhe kur çmimi i naftës rritet dhe kosto e transportit të çdo kokre, domateje që blini ju në treg, veçanërisht pensionistët. Por ka edhe më shumë se kaq. Ka edhe më shumë se kaq, të cilën duhet ta dëgjoni. Shqipëria dhe Kosova janë aleatët besnik të SBA-ve në rajon, në Ballkan. Çdo destabilizim që aksi i lindjes tenton ta bëjë përmes grupimeve të tyre të influencës në rajon, do psohet kur aksi do psohet ekonomikisht. Një çarje e lindjes dhe thyrje e saj do të thotë më pak para për propagandë në Ballkan, më pak para për sulme kibernetike ndaj faqeve tona qeveritare apo ndaj të dhënave të shqiptarë. Është gjithashtu një mësim për liderët tanë të vegjël që ndonjëherë tentojnë të bëjnë lojra mes lindjes dhe perëndimit. Kur vjen puna tek interesi i madh, miq, mos e harroni kurrë. Fuqitë e mëdha të lënë në baltë për 5 minuta. Dhe këtu do të zbulojmë atë për cilën ju kisha folur deri tani. Cili është verdikti i emisionit sotëm? Apo mbaron lufta? Kjo është pyetja që ju e bëni normalisht. Zbulimi im bom për ju është i mbështetur në rrjedhjet e fundit nga Bloomberg dhe ABC News. Dhe është ky: armpushimi do të zgjatet edhe për 2 javë të tjera. Nuk është paqe, kujdes,
është një pauzë vdekjeprurse ku Irani po negocion kushtet e dorëzimit. Nuk e mban më dot presion. Teherani ka pranuar tani të ul pasurimin e uraniumit në 1%. Vëllezër dhe motra shqiptar, ata e kishin rritur në 60%, pothuajse gati për bombë bërthamore. Dhe tani Irani po kthehet tek nivelet e laboratorëve të shkollave të mesme. Pse? Sepse kanë nevojë që të hapet blokada detare, ka nevojë populli për bukë, për ushqim. Brenda muajit maj, ngushtica e Hormuzit do të jetë plotësisht e hapur në një marrëveshje të re. Mendimi im, marrëveshje e re teknike. Irani do ta shes këtë si fitore morale, por bota e di të vërtetën. Irani ka pësuar dëme të mëdha 270 miliardë deri tani. Dhe sigurisht nuk mundën t'i bënin më ballë gjatë sanksioneve detare. Kjo është e vërtetë. Zonja dhe zotëri, bota po ndryshon dhe këtë po e bën me një shpejtësi maramundse. Kujdes. Pam sot se si një luan që ulërinte kundër perëndimit u kthye menjëherë në një mace që kërkon ushqim në tavolinën e negociatave, sepse nuk e përballon më dot urinë popullit. Amerika i tregoi sot gjithë botës nuk ka nevojë të fitojë luftën, thjesht të bllokon rrylin e ekonomisë, të vdes për bukë dhe ti dorëzohesh vetë. Mbani syt hapur në Katar, mbani syt në Kinë, por mbi të gjitha mbani mend diçka shumë të rëndësishme. Informacioni i saktë është e vetmja gjë që ju mbron nga errësira për të cilën paralajmëroi ministri i financave të Katarit. Pak çaste më parë, unë ju tregova se si Irani po gjujzohet në ngushticën e Hormuzit, sepse llogaria e tij ekonomike dhe buka doli me humbje. Por a mendoni se ky është një fenomen i izoluar? A mendoni se Teherani po dorëzohet vetëm prej presionit amerikan? Jo. Ky është vetëm iluzioni që duan ju ta besoni. Shikoni nga Kina e largët, nga lindja e largët, nësa Irani po lyp oksigjen në negociata vllai i madh në Pekin, Xi Jinping nuk ka më kohë të merret me dëshirat e ajetollahëve. Pse? Sepse ai sapo ka nxjerr shpatën e samurajt për të pastruar shtëpinë kineze. Se këtu shohin ëndra shumë në Ballkan, fatkeqësisht, veçanërisht në rrjetet sociale, ku presin të vinë ndihma nga Rusia, nga Kina, nga kjo dhe nga ajo, se do të vinë në një botë të re, ku bota do të hajë me luk floriri, do të shtrohet hallva, hasuda dhe baklavaja, dhe do të sjellin pas arzëve të pellazgëve këtu në Ballkan, të trishtuar nga diktatura e Amerikës, dhe do të vi shpëtimi nga lideri kinez apo nga Putini i Moskës. Të gjithë miq, vëllezër dhe motra shqiptar kanë interesat e tyre. Dhe Teherani dhe Irani i lënë në baltë në mes të 4 rrugëve. Në këtë moment kritik është shembulli më spektakolar se si fuqitë e mëdha të hedhin në kosh të plehrave sapo të përfundojë interesi i tyre apo kur nis e preket interesi i tyre. E këtu nis drama jone e dytë për sot. Bëhuni gati të hymë te kutit e zeza të Pekinit. Aty ku drita nuk hy kurrë dhe ku heshtja është më e zhurmshme se një shpërthim bërthamor. Ju keni dëgjuar për spastrimet e Stalinit, besoj keni dëgjuar. Për intrigat e vjetra të oborreve perandorake, por ajo që po bën lideri Xi Jinping sot në Kinë, i bën ato të duken si lodra fëmijësh. Nëse në Hormuz pam rrëzimin e një fuqie rajonale apo dorëzimin e saj, këtu do të shohim rrëzimin e të paprekshmëve brenda kështjellës së fortë kineze. Një emër që dridh muret e qytetit të ndaluar, Ma Xinggrui, një njeri që deri dje ulej në Olimpin e pushtetit në Pekin, në byron politike. Sot ai është thjesht një tjetër fantazm në listën e gjatë të zhdukurve dhe të nxjerrëve nga loja. Lideri kinez sapo e grisi kontratën e fundit të sigurisë brenda Partisë Komuniste Kineze. Dhe mbajeni mend, kjo fshesë që po nis në Pekin ka një njehon që do të vrijë deri në Tiranë. Qëndroni edhe pak, sepse
do të zbërthej me ju në këto minuta të mbetura se si po ndryshon disiplina e pushtetit në mbar planetin, nga puset e naftës në gjirin persik deri tek zyrat më të larta të rrokaqiejve të Kinës. Mbani shënime, mos u tregoni pasionant dhe tifoz, bota është dretarak. Sot një emër që po dridh muret e qytetit ndaluar është atje në Kinë një njeri që deri dje ishte në majën e pushtetit. Sot ai është thjesht fantazën në listën e gjatë të zhdukurve. Ashtu si që ja thash pak më si. Harrojeni rregullin e vjetër se elita nuk preket. Xi Jinping sapo grisi kontratën e fundit të sigurisë në Partinë Komuniste Kineze. Ju që prisni shpëtimin. Pse po goditen civilët më të lartë tani, a është vërtet korrupsioni apo dikush po përgatit terrenin për një kontroll që bota nuk e ka parë ende? Qëndroni me mua sepse në fund do të kuptoni pse kjo fshes kineze ka lidhje direkte me atë që po ndodh në Tiranë. Dhe si po ndryshon disiplina e pushtetit në mbar planetin. Diçka e madhe po gatuhet, ju duhet të hapni sytë edhe veshët të mos u merrni me mashtruesit e internetit. Tigrat dhe mizat. Histori shumë interesante mes tigrave dhe mizave. Kthehemi pak pas, kur erdhi në pushtet lideri kinez premtoi se do të godiste tigrat dhe mizat, pra nga zyrtari i thjesht deri tek peshat e rënda, por kishte një vit të kuqe. Një rregull të pashkruar që daton nga koha e Deng Xiaopingut. Antarët e byros politike në Kinë nuk preken, janë të paprekshëm. Ishte si një lloj imuniteti diplomatik brenda familjes për antarët e Partisë Komuniste Kineze. E po, sot ajo vije kuqe është fshirë me gjak dhe me hekur. Ma Xingrui nuk është thjesht një zyrtar, ai ishte ylli i rrethit të ngushtë Partisë Komuniste. Zhdukja e tij nga skena publike nuk ishte rastësi. Në Kinë, kur një lider nuk ndihet mirë, ose kur nuk shfaqet për javë të tëra, do të thotë se djemt e disiplinës kanë trokitur tek dera e tij në mes të natës, dhe ju e dini se ku të çojnë dhe ku të përfundojnë. Shtypi botëror nga Financial Times të South China Morning Post po vlon. Kjo nuk është thjesht më një betejë kundër rishfetit. Kjo është një mesazh për çdo lider tjetër. Nëse Xi Jinping mund të rrëzojë një antar të byros politike, imagjinoni çfarë mund t'ju bëj ju të tjerë. Ky është mesazhi që po vjen. Dhe këtu shkojmë tek rasti Ma Xingrui, ta shohim pak nga afër. Le të flasim pak për personazhin ton. Ma Xingrui kush ishte? Ishte njeriu i besuar teknokrati që Xi Jinping e dërgoi në Xinjiang për të vendosur rendin. Ishte simboli i suksesit, por pa pritur dosja e tij pëlqet. Akuza zyrtare, shkelje të rënda disiplinore në Pekin, kjo është kodi. Mbajini mend, nuk je më në linjë me kryetarin. Një lloj siç ndodhi me Donikën e Skënderbeut këtu në Tiranë. Një lloj siç ndodhi me Mamicën, ju kërkoj ndjes. Me Mamicën e cila i buzqeshte dhe fliste dikur për lavdin e Skënderbeut të saj të rilindjes, sot janë në luftë për vdekje. Imagjinoni pak ironin. Xi Jinping godet të tit, pasi pastroi ushtrin, pasi hoqi generalet e lartë dhe ministrat e jashtëm si Qin Gang që u zhduk pa lënë gjurmë, tani kanë radhën civilet e lartë. Është një fazë e re më agresive dhe gjithashtu pas një diskutim më paranojak. Analiza thot se lideri kinez po eliminon çdo hije rivaliteti përpara se të marrë vendime të mëdha. Ndoshta për Tajvanin apo për krizën ekonomike. Ai nuk dëshiron zëra kritik rreth tavolinës. Ai dëshiron vetëm jehon të zërit të tij. Një lloj siç ndodhte këtu në Tiranë. Dikur kur ju e mbani mend. Modeli kinez është modeli i Tiranës, ju e dini. Dhe këtu shohim pse na intereson në kjo histori. Shikoni me kujdes lëvizjet politike në Ballkan dhe në Shqipëri.
ku do flitet për reformë në drejtësi, për goditjet niveleve të larta, nga spaku dhe aspaku, për të paprekshmit që përfundojnë prapa hekurave. Në një sens sarkastik, lideri kinez është mësuesi më i madh i kësaj epoke. Ai tregoi se si mund të përdoret lufta kundër korrupsionit për të spastruar me fshesë rrugën nga kundërshtarët politik dhe për të krijuar një pushtet absolut. Kur shihni zyrtar të lartë në Tiranë apo në Ballkan që habiten si kur u troket spaku në derë, kujtoni me njëherë Pekinin. Diferenca është se në Kinë nuk ka gjykat, ka vetëm disiplinë. Mesazhi është i njëjtë në të gjithë botën, bëhuni gati. Kontrata e vjetër e elitave ka vdekur. Askush nuk është më i sigurt vetëm sepse ka një post të lartë. Sot jeni në byron politike, nesër jeni në qeli duke shkruar një letër pendimi, një lloj siç ndodhi me Erion Velie në Tiranë. Çfarë parashikoj, çfarë shoh, çfarë nuhas, çfarë lexoj? Leximi im i fundit për ju sot është rënja e madhe zingrui në Pekin nuk është fundi. Është vetëm sinjali i një vale edhe më të madhe. Sipas burimeve të inteligjencës, lideri Xi Jinping po përgatit një strukturë të re kontrolli që do ta bëjë Partinë Komuniste Kineze të funksionojë si një kompjuter i vetëm, pa asnjë virus të mendimit ndryshe. Çfarë sheh Kreshnik Osmani? Brenda vitit do të shohim të paktën edhe 2 emra të tjerë të nivelit byro politike që do të zhduken nga skena. Lideri kinez po e kthen Kinën në një fortesë ku besnikëria vlen më shumë se aftësia. Vëllezër dhe motra shqiptar, mos u gënjeni nga propaganda. Bota po shkon drejt autoritarizmit teknologjik, ku askush nuk është shumë i rëndësishëm për të mos u flijuar. Mbajini mend. Mbani syt tek Kina, sepse ajo që po ndodh në Pekin sot do të vijë nesër si trend për Ballkanin dhe për gjithë pjesën tjetër të botës. Mbajini mend nga Kreshnik Osmani. Por përpara se ta mbyllim, dua t'ju kërkoj një gjë, bëni kujdes. Në këtë teatr të madh tradhtish ku çdo minutë gris një marrëveshje dhe çdo buzëqeshje diplomatike fsheh një fik pas shpine, asgjë nga këto që tham sot nuk është e shenjtë, sepse në këtë lojë të ndyrë shahu, as vetëm mbretërit nuk e din ende plotësisht kurthin që pala tjetër ka gërmuar nën këmbët e tyre. Vëllezër dhe motra shqiptarë, në këtë rrumuj globale, ku aleancat ndërrojnë krah më shpejt se çmimi i naftës, mbajeni mend nga miku juaj Kreshnik Osmani. Ai që ju del përpara dhe ju thot se është 100% i sigurt për atë që ai thot dhe që do të ndodh nesër, është thjesht idioti më i madh i radhës ose një propagandist i cili paguhet majmë për t'ju mbajtur ju syt mbyllur me prralla stabiliteti dhe me rrena propagandash vdek të ky dhe fitoft ai. Unë nuk jam këtu për t'ju shitur ju të vërteta. As të vërteta absolute, as relative, por për t'ju treguar lëvizjet e rrezikshme në këtë fush të minuar ku tradhtia është monedha e vetme e këmbimit, mbajini mend. Ndaj mos besoni askënd që rreh gjoksin dhe e bën grop, me siguri profetike, sepse në këtë nivel pushteti, siguria është vetëm iluzioni i ëmbël që u shitet atyre, të cilët nuk e kanë kuptuar ende, që janë duke i hëngër të gjallë. Unë jam Kreshnik Osmani për gjithë ju që më shihni për herë të parë, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu dhe kjo ishte analiza jonë për këtë pjesë të ditës. Do të shihemi në dark live me një tjetër të vërtet të madhe që nuk do ta dëgjoni askund dhe nuk do t'ja thot askush. Mirë dëgjofshi.